insistimi në dunja, dashuria pas kësaj dunjaje, është smundje që në momentin që e kaplon njeriu, është shumë e rëndë që njeriu të shpëtoj. Sepse dunjaja, vëlla, njeriu e dehen. Dhe dehja që i vjen njeriu si rezultati dashurisë pas dunjas, është edhe më e rëndë se sa dehja nga alkoholi ose gjëra të tjera. Prandaj Isa a.s. transmetohet të ketë thënë se dashuria pas dunjas e ngjan një njeriu i cili pin alkohol. Dhe sa më shumë që të pin ai, sa më shumë që dehet ai, aq edhe më shumë i shtohet dashuria për të pirë, ose aq edhe më shumë i shtohet etja. Dhe po që se i shohim njerëzit të cilët kanë haruar Zotin, kanë haruar vdekjen, kanë haruar llogarin para Allahu xhalla xhelalu dhe krejt fokusin e kanë këtë dunjë. Se si veprojnë, si punojnë, si angazhohen, ngelim pa asnjë koment. Thjesht vetëm duke thënë, po nuk mendon me filani se ka me vdek. Besimtari, muslimani, duke u bazuar gjithmonë në këshillat profetike të dërguarit të Zotit, si duhet punoj, si duhet veproj, punoni për këtë dunja, angazhohuni me këtë dunja, aq sa do të jetoni në të, dhe angazhohuni me botën tjetër, aq sa do të jetoni dhe aq sa do të jeni në të. Pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka bërë një jetë shumë të thjeshtë, edhe pse për Zotin e Madh ka pas mundësi ta ketë jetën më të mirë nga gjithë mbretërit e dunjas. Dhe prapë të ishte pejgamber. Dhe prapë të ishte i dërguari i Zotit. A e zgjodhi këtë? A e pëlqeu këtë? Jo, vllau jem, nuk e pëlqeu. Po ne që themi se jemi në rrugën e tij, ne që themi se ndjekim shembullin e tij, ç'ne ne gjithë këtë dashuri me këtë dunja. Ka një rast kur i dërguari i Zotit doli nga shtëpia e tij dhe takoi dy nga shokët e tij më të afërm që i kishte, Ebu Bekrin dhe Omerin radhiyallahu anhu. Dhe i pyeti arsyeën pse kanë dalur. E din cila ishte përgjigja? Lasim për Ebu Bekrin dhe për Omerin. Gigantët e umetit. Tha untësia i dërguari i Zotit. Untësia. Dhe tani kur e kujtojmë këtë, na vinë në mend darkat e shtrejta. Darka këto të cilat, subhanallah, janë bërë trend në shoqërinë tonë. Edhe në këto darka ne flasim për Gazën, flasim për muslimanët e varur. Dhe i dërguari i Allahut e di çfarë përgjigje u dha? Unë nuk kam dalë për ndonjë arsye tjetër, tha edhe unë kam dalë për këtë. Për me kalu kohën, shkakun se untësia, duke qëndruar në shtëpi, nuk kanë pas mundësi me i bë ballë. Dhe në këtë rast, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, do të shkojmë tek një nga miqtë tonë. Dhe shkoj tek dikush prej ansarëve. Ajo gëzua shumë kur e pa të dërguarin e Zotit, Ebu Bekrin, Omerin, dhe i gostiti, bile, ju preu edhe një kinç. Edhe pse kundërshtuan i dërguari i Allahut bashkë me shokët e tij, pasi që hëngrën, kur dolën, e din çfarë ju tha pejgamberi alayhis salam? Për Zotin e Madh, do t'japim llogari para Allahut xhalla xhelaluhu, tha për këtë. Për këto të mira që ne sapo i gëzuam dhe sapo i përjetuam dhe i hëngrëm. Por nëse i dërguari i Allahut tha për këtë do t'japim llogari. Cila do t'jetë llogaria e njerëzve të cilët musliman, me shahadet, me iman, dhe notojnë të mirat dhe në mirësitë e Zotit, dhe kur është në pyetje mirësitë dhe begatitë e Zotit, nuk e kanë problem punën e namazit. E din sa njeriu, subhanallah, derte ka me gjithë punë, dhe shumë pak derte ka punën që është duke e bërë, a do t'i krijohet mundësia për të falë namazin, a do t'i krijohet mundësia për me falë namazin e xumos.
E din sa njeriu pajtohet edhe pse gabime ka udhëheci i punës në cilën është. Po vetëm për të marrë pikë tek udhëheci i punës, edhe pse ai flet gabim dhe nuk është aty ku realisht duhet jetë, ai vazhdon të thotë po tamam e keti. Ai mund t'i bëjë edhe mëkat të Zotit, mund t'i bëjë edhe shirk të Zotit. Nuk është në gjendje me kundërshtu. Nuk është në gjendje me i thënë ka dalë Allah se këtu i e gabim dhe nuk je në rregull. Prandaj do të gjejmë se po i dërguari i Zotit ka pas një shtrat shumë të thjeshtë. Saqë në një rast kur ngritet nga gjumi, shenjat e shtratit të fortë dhe të fuqishëm u pa në pjesën e shpinës së tij. Dhe u munduan që t'i rregullojnë një shtrat pak më të butë. Edhe po atë ditë që ndryshoi shtratin e tij, i dërguari i Zotit, veç se nuk e humbi në kohë faljen e namazit sabat. Veç se nuk e humbi, gjumi i rahatshëm. Edhe tha kush e bëri këtë, kush e ndryshoi këtë. E treguan arsyet, shkaqet, sebepet. Çfarë tha i dërguari i Zotit? Çka kam unë me këtë dynjë? Çfarë kam unë me këtë dynjë?